Momentin që kena raste edhe me polici, ka raste që edhe polici thotë unë nuk e di, tash erdha me punuan edhe nuk jep informatat për identifikimin e kyçeve ilegale, punëtorët ose inspektorat e kompanisë udhëheqësisë rajonal hasin vështirësi të shumta. Pikë pari të ndërtuest. Aty nuk ka domon të dhana kush është ndërtuesi, kush është punëkryersi, kush është duke menaxhu domon në objekte ku ka punime të vrashta. Punëtorët shkojnë e shohin që është ndërtuar një objekt i cili nuk ka marrë leje, autorizim nga ujësjellësi edhe kontaktojnë me një punëtor. Punëtori nuk i jep dhanat, nuk i jep asnjë informat, nuk i jep. Për atë arsye edhe siç e përmendi edhe prokurori, proces verbali nuk është i nënshkruar sepse refuzon me nënshkruan një punëtor i cili është i thjesht. Ai nuk t'jep dhana. Momentin që kena raste edhe me polici, ka raste që edhe polici thotë unë nuk e di, tash erdha me punuan edhe nuk jep informatat ma tutjeshme. Atëherë punëtorët, inspektorat mundohen me forma ndryshme me ardhur deri te një informat kush është punëkryesi ose kush është kryerësi i asaj vepre penale.